Përshëndetje nderuar televizionistë. Në aktualitet sonme ne do të fokusohemi edhe tek ajo protesta e opozitës, tek mesazhi i paqes që ata duan të përcjellin, por edhe tek partia që vendos fatet ose është ajo mesi art tek LSI-ja. Për të diskutuar për probleme kam ftuar në studio Gjemi Keqi, nga LRI-ja, Lëvizja Socialiste për Integrim. Do ta heq këtë forumi rinor ose Lëvizja LRI-ja Gjemi. Sepse më shqetëson, se më lënë studio. Përshëndetje, mirë se u gjete. Se na keni bërë çorë, se njëra i thot FRPD, njëra i thot Forumi Rinor i Partisë Socialiste, njëra i thot LRI. Ne kemi shumë thjesht. Pse keni vënë LRI? Ne kemi shumë thjesht. Një lloj siç është Partia e Madhe LSI, Lëvizja Socialiste për Integrim, ne jemi Lëvizja Rinore për Integrim. E shoh që nga ky rrethi unë e dija se kishte bërë vetëm nasipi dhe ua kishte kaluar. Po ja kam huazuar nasipin. Nasipi, po e nga ato që ka porositur nasipi. Deputeti i Qarkut Berat. Eksakt, për momentin. Po. E kam një dëshmi të nasipit këtu në studio, se kisha studio parti. E di. Kam ftuar në studio dhe kryetarin e Partisë Konservatore Shqiptare, një njeri që 85 ditë në çadër, ka vënë një tavolinë, një flamur kombëtar dhe nuk ka lëvizur. Dhe Lul Basha, nëse nuk e vënë në listën e Partisë Demokratike për deputet, do të ndihet përgjegjës. Unë kam ftuar në studio zotin Kujtim Gjuzi, më së mërë. Do të falenderoj shumë për ftesën, por ajo nuk është çadra, është shtëpia e lirisë, këndohet hymni kombëtar çdo ditë në orën 9:30 minuta nga kostumin edhe shamin nga tenori më i mirë shqiptar Rudin Sata. Kështu që është shtëpi e lirisë. Ai që thot çadër do të denigroj, të gjithë ata janë me probleme, janë bitë në qetë. Sulejmani Madhërisht betejë aty ka fituar në çadër. Edhe një herë, unë jam tifoz i Europës. Pastaj duhet dish që shtëpia e të gjithë rubrikave të reja çadër. Shiko, këtu kemi pak qasje tjetër se unë jam monarkist, domethënë për nga gjasat edhe tradita familjare, çështja e Republikës së Re është çështje e Partisë Demokratike si parti liberale. Brenda saj ka inspektor tjetër që kanë edhe idetë e veta për të ardhur aty ku kemi thënë zgjedhja presidentit me referendum, ndryshimi formës të regjimit, apo zgjedhja me 3/5. Ja tek e kemi. Mbaroj takimet si presidenti Ilir Meta Xhemi se ishin takime Skapallin, një birë me Ilir Metën, ishin takime në Tiranë, takime me deputetët e Gjirokastës me Vanil Tavon të Barartisti. Si një ndjeri juve mbas. Atëherë, ne gjithmonë ai ka qenë, po themi, si muza jonë. Pra nëse të gjithë partitë e tjera kanë pasur mundësi shumë të rralla për të takuar kryetarin atyre, por ne të rinjt e Lëvizjes Rinore për Integrim ai ka qenë si një baba për ne, si një familje e madhe, kështu që besoj që ne nuk do ngopemi kurrë me takimet e tij, nuk do ngopemi kurrë ta kemi të pranishëm, qoftë si president, qoftë si kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Do spostoni këto ndjeshmëritë dhe dashuritë do t'i kaloni për Petrit Vasilin dhe Monika Kërmallin, se një ish kryetari në kryetar. Se duam për mendimin tim çdo dashuri është e pazëvendësueshme. Pra, një lloj si ka secila specifikat e veta. E kemi zemrën në shumë dollape, po. Si për Ilirin? U zgjodh presidenti Ilir Meta. Shiko, kam pasur një takim me zotin Meta në orët e vona të natës së bashku me Azgan Haklein, rreth orës 01:30 minuta 7 ditë më parë. Aty normalisht që nuk e ndjeva veten mirë, jo se do të takohej me ne, po ka borxhe të vjetra. Normalisht edhe zgjedhja ati është një borxh ndaj shqiptarëve. Unë e kam thënë në studion tu herë tjetër që lëvizja që ka drejtuar zoti Meta nën kujdestarin inteligjente të Dibranës Kryemadhi ka sjell atë që quhet balanca midis spektrit politik apo skemës tripolare prej gati 12 vitesh. Në këto kushte zgjedhja e presidentit, nëse do ta quajmë kështu, është në shkelje kushtetuese. 1. Ishte kryetari i kuvendit i padorhequr, 2. Ishte kryetari i partisë tij i padorhequr, ishte deputet i padorhequr dhe tashmë megjithëse ka marrë 87 vota nga e majta ekstreme deri tek qendra liberale që është zonjusha e përfaqëson këtu. E ka marrë lutem, e ka marrë në shkelje. Kjo është mas takimit që ka marrë zoti Ilir Meta me Azgan Haklein dhe Kujtim Gjuzi në orët e vota të natës në një nga baret e Tiranës vjetër, aty ku janë sarajet e mullecëve. Kështu që edhe një, Ilir Meta e ka patur detyrim nga Vjena që të jap dorëheqjen
nëse Edi Rama nuk jep dorëheqjen si kryeministri i Shqipërisë, është thënë në një emision tjetër televiziv drejt për drejt dhe është Bektashi, ai kur i ka pyetur gazetari ball për ball ka ulur kokën dhe ne Bektashit kur ulim kokën ndjehemi në faj. Ilir Meta ka detyrim e përsëris të mbaj vendin për të frenuar luftën civile. Është e gatshme për luftë civile çdo gjë, nëse në Kavaj nuk do të kishte tërheqje, ka dhënë këshillim Ilir Meta. Në djenin time, ka dhënë këshillim. Mendon se ka zgjedhje nëntëror, mendon se s'ka zgjedhjet i kemi shkërmoq me Lulzim Bashën, avokat Lulzim Bashën, avokati drejtës ndërkombëtare, i kemi shkërmoq nga vaj, do t'i shkërmoqim edhe në 18 qershor s'bëhet fjalë. Sot jemi ditën e protestës. Çfarë ka bërë Lulzim Bashën që ka mbushur mendjen tyja dhe çfarë ka mbushur mendjen Majlinda Bregu dhe Asil Patozi? Kush është kjo Majlinda Bregu? Jo, si ka bërë? Majlinda Bregu mund vje keq për një gjë, se është e Tiranca ime këtu nga malësia Tiranës, është në i breg atje, edhe ne themi nalu bek se ka henek. Ajo është zonjë, do më thënë dhe unë do t'jemi kujdesshëm me të, por nuk mundet mos mirënjohja është virtyt i maskarejve. Unë nuk duhet t'ja them asaj se është zonjushe, apo zonjë, se kam idenë statusin që ka. Zonjushe është Gjemi Keqi dhe ta Deqmir. Gjemi keni ndezë motorë t'ju si LSI? Patjetër, ne nuk e kemi të ndezur vetëm 3 mujorshin përpara fushatës. Ne, të paktën si forum rinor, motorët tanë janë të ndezur gjatë gjithë kohës. Edhe kur ka dhe kur nuk ka fushat. Gjatë gjithë kohës jemi në punë, gjatë gjithë kohës kemi sa më shumë të rinj, gjatë gjithë kohës ata të rinj afrohen drejt familjes tonë. Kështu që nuk ka përshtypje Gjeni, ju nuk e shani njëri tjetrin, një shumë aq unifikuar sa kur u pash pardije që dilte në Florida Rëpashi me një 200-300 djemë dhe vajza dhe gati ishin të trupëzuar. Si shpjegohet kjo? Kush e mbjell këtë lloj mënyre? Nuk është, ajo është dashuria që ne kemi për njëri tjetrin. Pra, është dashuria që ne kemi për politikën, është dashuria që ne kemi për Floidën, për Ilir Metën, për Monika Kryemadhin dhe për gjithë, po themi, grupin drejtues. Mos më përmendur Petrit Vasilin se ka dobësi të afeksionet e mia personale. Patjetër, edhe për ne është dobësi më vete dhe ndjehemi shumë krenarë që e kemi kryetar aktualisht. Ju keni filluar dhe po ta shikoni midis tyre dhe ti je një kandidate për deputete. Çdo thotë kjo? Jo, unë nuk jam kandidate për deputete, nuk jam pjesë e listave. Pse? Po ndoshta në një moment të dytë. Nëse jeni në dieni, nëse jeni në dieni, ka një përqindje goxha të madhe në listat e Shqipërisë, gjë që për hir të realitetit LSI-ja është e para që solli frymën e të rinjve në listat e deputetëve, sepse të flasim realitetin politika ishte bërë aq unanime, po themi tek ata të mëdhenj, tek ata që gjithmonë kanë bërë politik, dhe ndërkohë ishte LSI-ja e para që i dha mundësinë të rinjve të jenë pjesë e listave dhe kandidimeve, duke pasur rastin e Kedi Mehmetaj, një ndër deputetet më të reja në Parlamentin Shqiptar, dhe më mbrapa aktualisht po themi të paktën një pjesë goxha e konsiderueshme janë pjesë e listave. A i dini tani që kryetarin e keni pagicë kombëtare apo jo? Kryetari jonë është pagicë kombëtare? Ky kryetari pa zgjedhur i riu apo keni zgjedhur? Është zgjedhur kryetari. Nuk e di, atëherë duhet jeni më i updateuar. Me një antar një votë. Duhet jeni më i updateuar, kryetari i ri është zgjedhur në bazë të statusit të LSI-s dhe njëkohësisht me konventin zgjedhore. Në dijenin time, partia që ka marrë në kujdestari tashmë zoti Vasili, nuk e ka realizuar atë që quhet brenda statusit të saj votimin një antar një vot. Është bërë votimin një antar një vot. Është bërë në konventën zgjedhore. Po. Është nuk e di se sa jeni në dieni. Po pse merr pjesë apo presidenti një teleshikues shumë. Jo, bëj të lutem. Vota e gazetarisë. LSI ishte një herë thot. Bëuni pjesë e PS-s tani thot. Dhe më ka dërguar fotografi të bukura. Jo, Beto, vetëm një gjë. Po pse? Po më fal, po ta pyesim zonjusën interneti. Jo, nuk të lutem. Absolutisht që është kënaqësi. Më fol për protestën dhe është kënaqësi konservatore, është kënaqësi konservatore që zonjushës zonjusha mba përgjegjësi sa ka. Jo, nuk e kam fjalën këtu, e kam fjalën vetëm pse është shkelur statusi dhe akoma presidenti i zgjedhur me vota vazhdon të jetë në krye të LSI-s në tubimet tuaja. Kjo është shkelje e kushtetutës. Nuk lejohet dokumentet e tyre ndaj se ka bërë. E ka marrë me votim në parlament. Betimi nuk është bërë akoma. Ne kemi një republikë presidenciale. Zonjush Gjeni, më falni për ndërhyrjen. Zoti kujtim, ja pa një vajzën, kur kandidon për deputet, jep dorëheqje nga poste.
Ndërsa presidenti hape ke me kushtetut në datën 24 korrik, ditën që bën betimin, shkëputet nga të gjitha funksionet e tjera. Jemi Republikë Parlamentare. Ilir Meta do t'jap dorëheqjen se nuk do ta çojë vendin për plasje dhe unë jam i bindur për këtë që thotë. Zoti Kujtim nuk që ka ndjeni të konventës. Nuk ka shans si mos jem ndjeni se si edhe ka rrjedhur. Skema trepolare iniciuar nga doktor Berisha në të majtën shqiptare. Zoti Petit Vasili është nga Nena, nga një familje, nga familja Miftiu, nga një familje shumë e nderuar, doktorës, profesorës. Është një ndër intelektualët më të mëdhenj që Shqipëria ka. Duam. Jo ha diskutim kjo. Tani se çdo gjë ha diskutim politik. Faleminderit që e konfirmove. Edhe e di si më thotë dikush një drejtor i rëndësishëm, që është edhe mjek, edhe kështu thotë, vaza ju zbukon studion, mos e ngacmoni. Shiko, drejtori ka konflikt interese se që në momentin që është drejtor, domethënë duhet të ri larg ekranit politik. E ke gabim. Mund të ma sqarosh sot me këtë marrësim të madh të opozitës që do të bëhet. Cili është objektivi thelbësor dhe kryesor? Shiko, unë i referohem gazetës, përfitoj nga rasti se patjetër. Shiko, unë kam konsiderat për gjithë të rinjtë e lëvizjes rinore për integrim. Pse? Ata në avokat... Po s'kan gjë të keq ata që të marrun, plus unë jam Tiranës, po që puna për të Vinë të pyesin për faturën e dritave. Vinë të pyesin për të gjitha hallat. Sa fort e domur, si se Po është për të dashur, ose jemi gjithë të mirë. Sa fort e domur, shiko, këtu Gazeta Konservatore thot, familja, tradita, prona dhe kombi. Përgjegjësia e lëvizjes politike që përfaqëson zonjusha është se, okay, familjen ka të realizuar. Traditën e pranojmë të zotit Meta, tek prona është me të kuqe dhe nuk ka realizuar programet për të rikthyer. Ato që ka qenë kryeministër në dy raste. Në dy raste ka qenë kryeministër, kryetar kuvendit dhe në rastin tjetër, mua më vjen natë, unë e kam bektashi shumë mirë, jam në rregull me atë. Megjithëse unë kam dash katolik kësaj radhe. Shiko tani, Partia Demokratike dhe konservatorë dhe 28 partit tjera, se ka ardhe partia Kovbojësit tani kene, edhe pritet vjen dhe 2 do të bënë numrin 31, zotëria është europian, do t'i besoj më shumë. Boll me Zhabulan, boll me Kovaç, boll me Temixhixhi, mjaft. Dhe partia që përfaqëson zonjusha këtu, ka 8 vite në pushtet, të gjithë thonë, do të hysh në punë, ikte LSI-a. Do të kesh para, shko te LSI-a. Zonë si Merkeli. Atëherë, kush është ky? Ai zonë si Merkeli që ka 16 vjet. Ai di që është i parë si muar. Po nuk ka arsim. Është i parë si muar. Po niveli zonjushës, më fal tani, lutem beta. Shikoj se këtu përballë ke me zonjushën ti. Ke një për Nuk e fitoni do. Jo, nuk duhet fitoj kurrë. Unë kam respektin më të madh që nga Dodona Pellazge deri tek zonjusha për zonjushet shqiptare. Pse? Nënat, motrat tona. Po s'bëj debat me zonjusha, është kënaqësi e madhe, po desha ta mbaroj. Lulzim Basha dhe opozita shqiptare do ta shkërmojë kësaj radhe të majtën dhe do të bëj ato që s'e ka bërë askush në shekullin e kaluar. Kush është ai fushat e tjera? Atëherë, unë do thoja që kënaqësia jonë më e madhe, që Shqipëria ka, jo vetëm ne, si pjesë e forumit rinor të LSI-s, janë 3 vajza super të mira, super të bukura dhe super inteligjente. Se do konkurroni për mis apo për politik? Dhe Florida do konkurroni për mis apo për politik? Klajda, Ministri i Integrimit, Kejdi Vemetaj dhe Florida Kërpaçi, kryetare e forumit rinor. Lëvizjes rinore për integrim. Kjo lëvizje feministe kjo, po tjetë kështu, duhet që i ka rrezikshme. Duhet parë. Po patjetër. Do të kujtoj mos keni frikë ju. Ne kemi frikë, ne nuk kemi pas frikë nga baballarët tuaj. Na kanë vrarë, na kanë prerë, ne u kemi falur. Jemi aristokrat ne. Ky është ndryshimi jonë me ju. Po të jeni aristokrati pranoni edhe 3 vajza në krye të listës së Tiranës. Nëse bota e ka bërë çuditës. Beta do ma lejosh të lutem 2 sekonda se je përmetar i fisëm domethënë. Nëse bota do të mbaj vetëm nga femrat, ajo do të shkërmoqej më keq se Edi Rama me në 7 maj dhe me 8 qershor. Shiko. Po prandaj e mbushur. Ai e referon, po as nuk e beson. Një sekond.
Ta mbaroj të lutem. A ka mundësi të lutem ta mbaroj? Shiko, absolutisht bletët janë shumë mirë, po këto i tërbuan me kanabis dhe pjesëtare është partia që drejton Zonjusha. Tani, ju atje në ndjenin time keni edhe disa meshkuj domethënë që mos i mbysni fare siç pas u mbyt Teleria çfarë bën kështu? Jo Teleria jo, do të japë kandidatura Tiranë. 3-0 për femrat? Nuk është 3-0. Nuk ju lejon ligji. Minimalisht do të keni një mashkull aty. 3 të parët nuk lejon ligji. Kemi të katërti. Jo, po nuk e lejon ligji. Ligji elektoral apo do ta ndrojmë së bashku. Çdo gjë është konform rregullit. Okej. Po, dan veç kësaj, fushata ka filluar edhe në Durrës, dhe në Berate, kudo në gjithë Shqipërinë. Çfarë objektivi ka LSI-ja? Se Nikol Lesi thotë do marrë 64 deputet, 63 PS-ja, ka komente të tjera, Ilir Meta akoma s'ka hiç ambicie nga partia e parë e Shqipërisë. Zoti Bedo është shumë e thjeshtë. Duke pasur një shans për rinin, duke pasur një shans për gruan, duke pasur një shans për rinin dhe për gruan do të thotë që ke një shans për një familje të shëndetshme, duke pasur një shans për një mirëqenie, një shans për punësim, me Ilir Metën president dhe me Petrit Vasilin kryeministër, LSI-ja forcë e parë, ky shtet mund të arrijë të bëhet një ditë. Kjo është bindja jonë më e madhe. Zoti një koment. Jo nuk ngacmojmë, nuk ngacmojmë. Po pse s'm lejon Bedo? Bedo unë di që do ketë shtyrje të zgjedhjeve apo do zhvillohen datë të shoh. Më përgjigj pyetja e shkollës. Unë të falenderoj shumë mirë se pyetja është inteligjente. Shiko, ne kemi thënë nuk ka zgjedhjen kavaj. Nuk u bën. Në studiot tuaja. Si do vendosi kolegji zgjedhor? Në studiot tuaja. Kemi kolegjin zgjedhor. Po një sekond pra, t'ja përgjigjet lutem. Në studiot tuaja, Partia Konservatore ka thënë ta harroj Edi Rama, Ilir Meta dhe të tjerë ignorant që kanë tentu të thyen ligjin zgjedhor në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se mund të bëjnë zgjedhjen në 18 qershor. Nëse jam unë shiko. Edhe një, të lutem. Shiko, je subdjar, je subdjar në studion tonë, domethënë duhet të jesh shumë i bindur për ato që thua se ju keni rrezikshmëri të lartë si gazetar për të ngacmuar të ftuarit. Është gjë e mirë, normale, por ta harroj Zonjusha se bashkë sot ne do të rrëzojmë rilindjen e krimit në Republikën e Vjetër, të falimentuar. Edhe në zgjedhjen e presidentit është e falimentuar. Nuk ka shanse. Ilir Metës unë i bëj ftesë, miqësisht, se na ka pajtuar s'gan hakle, se ka pasi problem me mua zoti Meta 16 vite më parë. Na ka pajtuar s'gan hakle dhe Ramusha Radinaj. Na ka pajtuar në orën 01:30 minuta 7 ditë më parë të natës. Ka qenë çike vështirë më pajtu me Ilir Metën për çështjet thesarit edhe një gjë tjetër. Ilir Meta jam i bindur do t'jap dorëheqjen për të thënë që po, unë dua vendin tim dhe unë besoj tek zonja Kryemadhi, familja Meta Kryemadhi që nuk do ta trondisin vendin, i cili nuk është tronditur në 5200 vjet qytetërim dhe nuk ka Edi Ram të trondis vendin siç ka trondit qendrën e Tiranës, siç ka betonizuar qendrën e Tiranës, 11 themelit e kishës katolike në qendër Tiranës, shkatrimi torrës veneciane në Durrës, shkatrimi fasadës dhe stadiumit ton kombëtar. Prandaj, i bëj ftesë Ilir Metës. Ilir, jemi miq bashkë. Mas atij takimi në orë të vona të natës 7 ditë më parë, ju të dorëhiqeni, ideja është brillante, jam i sigurt që zonja juaj ja ka këshilluar këtë pse, është e krajinës së Arbrit. Është e hutës bardh themin e Tiranësit. Dhe nëse do Ilir të rosh sa huta bardh, domethënë 500 vjet, jo vetëm politik, ju duhet dorëhiqeni. Jeni në shkelje kushtetuese. Ndryshe, Partia Konservatore ju e dini shumë mirë që bën ankim në Kolegjin Zgjedhor dhe Kolegji Zgjedhor do të vendosë mbi të drejtën e shkeljes së ditëve. Gjykata nuk fal ditët. Është regjistruar lista të manipuluara brenda listave me probleme të kopjuara në kesh. Me datën 29 prill kanë humbur afatet 50 ditore të ditës dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të jap llogari. Lulzim Basha që s'ka lënë flas. Lulzim Basha sa më shumë se Lulzim Basha nuk është pajtor. Lulzim Basha nuk është pajtor, Lulzim Basha është një djalë i shkëlqyer me familje të shkëlqyer. Të lutem Bedo, të lutem. Ai është lideri i opozitës dhe nuk le njëri ta prekë, t'i afrohet, jo më të ketë shanse si një drejtor që e kërcënoi. Drejtori e ka marrë me vete, se ne të krajinës Arbrit ne jemi të urtë, po na neze ne jena më kishë stralli.
Pra, Lulzim Basha është lider kontemporan si Rex në Romën e Lashtë, që do të thotë, udhëheqësi popullor në Romën e Lashtë i tha Cezari ti s'ke shanse më. Kështu thotë edhe Lulzim Basha Edi Ramës sot. Gjemi e kemi me vajzën, e ka realizuar programin si mbas jush lëria në këto 4 vjet? Për mendimin tim po. Dhe ti ke qenë në konvent, çfarë thanë atë konvent? Patjetër. Atëherë duhet vëmë re normalisht për hir të realitetit, dhe kjo nuk është se unë vi dhe përfaqësoj lëvizjen rinore për integrim, por se është realiteti shqiptar. Lëvizja rinore për integrim, ndryshe nga të gjitha forumet e tjera politike, është ajo që është më mirë funksionale. Është ajo të cilit çdo të riu i është gjendur pranë, është ajo e cila mori e para nismën drejt reformës në arsim, një shqetësim që besoj jo vetëm unë si e re, Reformën dështuar. Por dhe ju si Reformën prindër, dështuar. ju ka shqetësuar, qoftë për fëmijët tuaj apo për niprit dhe mbesat, kështu që mendoj që lëvizja rinore për integrim është ajo që gjithmonë ka qenë pranë çdo të riu, duke parë problematikat që ai ka dhe duke u përpjekur për t'i realizuar në mënyrë koherente dhe sa më shpejt këtë gjë. A ju trajmin 5.000 policë që ka vënë Edi Rama për të 5.000 policë nga Tebelena? për protestën e opozitës. 5.000 policë nga Tebelena? Shiko, unë kam konsideratën më të madhe për qytetin e Tebelenës. Po se nga Tebelena, se ka ikur tani ka 5.000 policë nga Tebelena. Gjava dhe policët po qenë. Ta lutem beto se ke konflikt interesi se e edhe i prefekturës 04 tani me origjinë, edhe 5.000 policë nga Tebelena mund të trembin vetëm grekët. Po si trembin, që nga koha Ali Pashajt. Por Tebelena 1, Tirana 2 dhe Tropoja 3 janë një aks. Dhe rreth këtij aksi ka akselerim, ka situatë diferenciale, që do të thotë ku tremën në bulevard Tiranës e Mima, ku tremën në bulevard Dursakët, ku tremën në bulevard Shkodranët, Tropojanët, Kuksianët, Krutanët, Korçarët, Përmetarët, ta marrë të lutem, po ja këtë ke. Se ke familjet e mëdha, sidomos familja Edhe njëherë, shiko. Që janë me juve atje tek. Absolutisht është kënaqësia më e madhe që atje kemi deputeten zonjën Elmazi atje, nga Vlora, Liliana Elmazi, e përshëndesim, po e kemi, shiko, kemi aty, kemi Eneida Çamin atje avokate, po ku ka policë që mund të deshen konfliktoshi me ne me datën 23 shkurt i çova mesazhe Edi Ramës në orë të votat natës, mos bëj shaka tash të afrohesh te Shtëpia e Lirisë, se Shtëpia e Lirisë ka flamur kombëtar, ajo është një kull aty midis kuvendit, kryeministrisë që do të thotë kuvendi legjitim. Kryeministri legjitim deri me datën 18 qershor. Mas datës 18 qershor nuk ka zgjedhje. As bëhet fjalë fare, kush është kjo? Kush e çadër është tradhtar i interesave kombëtare, 128.000 kilometra. Lutem. Janë gjithë shqiptarë më zotri. Edhe një, shiko. Unë jam partia konservatore dhe e njoh Shqipërinë që nga Pellazgët deri te Ilirida. E nderuar zonjushe. Ju jeni re, ka futur lek të Tiranës. Se jemi metropol, se i kemi thënë, se i kemi thënë ju gorve, mirë se erdhët në Tiranë, në krajinë e Arbrit, mirë se erdhët verior, por këtu zullum s'mund të na bësh dot, se bulevardi është i rrezikshëm, bulevardi, që do thotë protesta do të jetë paqësore nëse na provokojnë mirë Edi Rama megjithëse ka marrë azil politik në Venecia. Këto mendimet e tua i shpreh edhe në çadër tim kanë thënë këta njerëz. Çfarë çadër, Shtëpia e Lirisë, lutem beta. Agora, do i themi shtëpia fjalimeve. Agora e pranoj se është shqip sipas tokfjalçit të Edmond Tupes, po agon, po vjen një gjë e re. Një lider kontemporan e përmend përsëri si Reksi në Romën e Lashtë, por Reksi shqiptarëve kontemporan, avokat Lulzim Basha. Flamuri kombëtar apo flamuri TPD-s? Unë them që do të jetë aty, e para herë që do të jetë flamuri kombëtar, do të jetë flamuri britanik aty,
Se ato kanë dhënë një sinjal, kujdes, kanë thënë me opozitën. Po nuk e pa, mos zoti kujtim flamurin britanik. Do vi prapë te zoti Bejta. Zonjushe, ju e keni detyrim të vini në shtëpinë e lirisë. Jo, nuk e keni detyrim. Ajo, e keni detyrim. Ju e keni detyrim. Shikoj, ju e keni detyrim se ju keni pas kryetarin tuaj në vazhdim kryekuvendar dhe ju keni detyrim se aty është flamuri kombëtar. Aty është flamuri kuvendit në njërën anë. Po na demonstroni juve që do bëni protestë paktore serioze me objektiva të qarta. Shiko, Tirana e ka zemrën e bardhë. Në këtë Lutem, e ka zemrën e bardhë. Hapësira blu është e pamatë. Ju jeni vetëm të kuq, jeni të ngushtuar, jeni partizani lutem. Ju keni gjakosur këtë vend, ju, në mënyrë absolute ju. Keni gjakosur 1924, keni gjakosur 1944, keni gjakosur 1997, nuk keni shans të gjakosni më. Me ata policët që tha zoti Bejta. Unë fakt do thoja për këtë temë, do thoja vetëm një gjë, që ndoshta çdo kush ka të drejta, por ama për t'i marrë këto të drejta duhet edhe të luftosh, duhet edhe të mbrojtësh. Gocë e re thot me luftë, ç'është kjo luftë më? Demokraci, mendim ndryshe, votë lirë. Aty e keni menin ju. Juve ju kanë mendja te Kongresi i Rinisë në Skrapar. Ju kanë mbetur mendja te 24 maj në përmet me keqardhje, po guri përmetit është një gjë e bukur dhe e madhe. Ne na ka mbetur mendja te ato konventa shembullore që bëjmë, është 100% ata. Po kushta ajo? S'ka lidhje me nuk thash jo. Po ai vazhdon do na thoj dy llafe? Patjetër, më pse jo? Fushata është gati duke filluar, do marr pjesë te opozita. Juve rinia e kësaj lëvizje socialiste për integrim. Do t'ini afër njerëzve, keni përcaktuar objektiva, apo çfarë plani keni bërë për këtë fushatë? Atëherë, unë e thash dhe e ri përsëris. Ne jemi afër njerëzve gjatë gjithë vitit. Nuk jemi afër njerëzve vetëm gjatë fushatës politike e para. Kështu që normalisht kjo është një gjë që gjithmonë na ka sjell, kjo është ajo që ne e quajmë. Ja vërtetë, po kanabisin në Sajmirit si andalua do. Po ti shikosh, po ti bësh bilanc njerëzve, nga 4 vjet më parë nuk të shtua asnjë 4 kilometër rrugë nuk i bën dot në Elbasan. Edhe LSI ka problem në lidhje me këtë. Njihen këto gjëra ose do ndryshojnë këto gjëra në këtë mandat që vjen? Patjetër, me Ilir Metën president, me Petrit Vasilin kryeministër, LSI forca parë gjitha këto ndryshojnë. Pse gënjeni kështu? Nuk është gënjeshtër kjo gjë. Kjo gjë nuk është gënjeshtër, sepse tek ne juve nuk keni shanse të bëni zgjedhje me 18 qershor. Nëse forumi rinor Joni është kaq produktiv, është kaq aktiv gjatë gjithë vitit, kjo ndodh që këta të rinj, të cilët ndoshta nuk kanë drogës, korrupsionin, të investuar edhe tek ju dhe me keqardhje, bashkëmoshatarët tuaj nuk kanë shanse të shkojnë në shkollë. Ne jemi vullnetarë aty dhe është dëshira jonë për të qenë pjesë e këtij forumi politik. Po shikosh janë të rinj të shkolluar. Unë ashtu siç ka tek forumi rinor i Partisë Demokratike, ne kam pas gjitha vajzat e i kam thirrur gjithë djemtë asaj, vetëm ndryshimi është që PD-ja ka vendosur që ata që drejtojnë forumet do të jenë diplomuar, këta e pranojnë që ti jesh edhe deputet, dhe kandidat për deputet, edhe student, por kanë zgjedhur student ekselencë. Ti ç'mendim ke? Shiko, Ilir Meta ka qenë kryeministër kur ka dhënë 780 bursa poshtë shkumbinit. Mos mendon që po harroj unë? Po jo mëse, unë jam moshë që nuk harroj kollaj. Në këto kushte, normalisht që kam pas një shtytje përpara. Lëvizja e zonjushes. Kjo nuk do të thotë se nuk kanë drejt, por nuk ka pas balans Ilir Meta gjatë qeverisë së tij si kryeministër, ka pas dhe incidente të rënda me Thesarin. Pra, këtu ka disa pikpyetje. Edhe njëherë i bëj ftesë zotit Ilir Meta, me qenë se është në shkelje kushtetuese për të ruajtur balancimin dhe për të treguar që është një skraparlli, vërtet skraparlli, të dorëhiqet dhe të shkojmë në zgjedhje në tetor apo në ndor. Protesta e opozitës është brillante. Do ta shkërmoqim, e kemi shkërmoqur. Janë 7.368 njerëz të Partisë Konservatore në shesh. Sot do të ketë në shesh 400.000 deri në 500.000 njerëz. Ti dhe Berisha
të shokoni me shifra. Si t'ja bëjmë ne? Se e tham, akselerimi, edhe njerë, unë kam net afër Berishës, unë kam 27 vite që i kam net në krah doktor Berishës, është krenari që i kam net në krah doktor Berishës, ka bërë 1200 km rrugë autostrada në Shqipëri, Sali Berisha 4 km nuk i ka bërë zonjusha me partinë e vetë, në kalaja e Petrelës deri në tunel. Kjo është skandaloze. Nuk më intereson, ka patur të drejtën e vetos të tërhiqte 4 ministrat, nuk i ka tërhequr në 4 raste, nuk është tërhequr në vjen vetë Ilir Meta kur ka marrë këshillin. Nuk shpeson nga Ilir Meta. Ilir Meta ka marrë, Ilir Meta ka marrë këshillim në vjen nëse nuk dorëhiqet Edi Rama dhe kërkon me veto ta çojë vendin në përplasje të madhe Ilir Meta të tërhiqet. Nuk është konspiracion. Se forcë e parë, sepse keni shqetësuar njerëz. Por kjo është krajësi nuk. Kur i ka zgjedhët? Kur do bën zgjedhjet? Kur i ka zgjedhët ky? E bën si kongresi Enver Hoxhës. E bën si kongresi Enver Hoxhës. I diktatorit më çfarë mos e bëj reklamë. Në fakt për hir të realitetit, unë mbaj mend, duke qenë se jam moshë e re, jam vetëm 24 vjeç. Mos e tregon moshë. Mos e tregon moshë. Nuk është problem. Konservatorët nuk janë zonjushe tregon moshë. Nuk është problem. Mos më bjerë po bëj dot sa ju. Ama nga krahu tjetër thjesht realisht nëse na quani ne si koha Enver Hoxhës, po ju dëgjoj gjatë gjithë kohës dhe ndodh që domethënë gjatë gjithë kohës veshi im vritet me ato filmat shqiptar që dilin ata të parët edhe thonin gjatë gjithë kohës në të njëjtin, për të mos thënë edhe në të njëjtin intonacion, përmendin të njëjtat fjalë gjithmonë. Se nuk ka qenë fotografia e Hoxhës brava militit. Të qenurit LSI-a forcë e parë nuk është sistemi një lloj si sistemi Enver Hoxhës. Të qenurit LSI-a forcë e parë është mirëqenia e këtij vendi. Është ajo e cila ty do të bëjë ndryshimin, mua do të bëj ndryshimin, të gjithë shqiptarët do t'i bëjnë ndryshimin. Zoti Kujtim për protestën sot, se kemi vetëm 1 minutë kohë. Atëherë para një herë diktatura kriminale gjakatare. Shikoj te kamera dhe drejtori ato njerëz që gjithë shes. Po, diktatura kriminale gjakatare ku normalisht për aq kosa nuk do të kërkoj falje vetë Ilir Meta, do të jetë e vështirë. Shkruaj me Ilir Meta, ke përballë një vajzë Ilir Meta të bëjë. Fol për lubinën, fol për tigrin, fol për hienën. Pse vërtet më bëhet? Ti mendon që nacionalistët kombëtarët trembën, po ku trembën ne? Po jo. Dhe pastaj kur një përmetar nxehet, kjo është gjë e madhe. Atë mesazhi është kështu për vajzën. Edhe për vajzën, jo te vajza të filloj mirë, te zonjusha. Ta marr këshillimin, po le se çka marr. Një sekondë lutem beto. Vajza duhet di që edhe kur i përmend emrin diktatorit i bën reklam. Mos e përmend më atë. Harroje. Ai është diktatori gjakatar që vrau 5888 burra dhe gra, burgosi me mijëra shqiptar, internoi me mijëra të tjerë gjysmën e kombësisë. Ama kur drejtohen pyetja nuk e lë dot pa përgjigje, më zotri. Përgjigja, lutem. Se unë jam dakord me ju. Të falenderoj që mu drejtove me zotri, kjo është një gjë e mirë, domethënë akselerimi, si thash ka ardhur tek ne. E fundit beta, e mbarova, e fundit beta, e fundit. Ne jemi aty për të mos lënë diktatorin i cili po linte. Ne jemi aty për votën e lirë edhe për ju, i zonjosh. Ju falenderoj që kishte studio. Ndërrohet edhe sikur ishim në studio me Xhemi Keqi nga Lëvizja Socialiste për Integrim, nga Galeria Mësat, nga i forum me atë shpirt dinamik dhe gare, ishim me zotin Kujtim Gjuzi që për herë të parë mua sot më ka pëlqyer për atë mënyrën se si do t'i thoj dhe se si do ta konceptoj protestën sot të opozitës. Falenderimi më takon t'ja japim zonjushës në radhë parë edhe juve zoti Beta. Faleminderit. Me një vrull dhe me një dinamik gati sa na shtype mua. Imagjinoj LRI-a me të vonë përpara konservatorët, është me risk. Faleminderit. Faleminderit të shikues, i falenderoj për